Festohet në New York 114 vjetori i kryengritjes së Malësisë së Madhe dhe 30 vjetori i shoqatës Malësia e Madhe. Shoqata Malësia e Madhe në New York bashkoi shqiptar nga gjithë Amerika për të nderuar 114 vjetorin e kryengritjes së Malësisë dhe 30 vjetorin e themelimit të shoqatës Malësia e Madhe në New York. Në prezantimin e shkëlqyer të Veronika Junçaj Sakibeqaj, mbrëmja festive filloi me himnet kombëtare të Republikës së Shqipërisë, kënduar nga Gjustina Boja dhe himni e Shtetit Bashkuar kënduar nga Josef Junçaj, e një valle kombëtare nga grupi artistik Barbana. Historiani Dr. Paulin Marku në fjalën e tij theksoi se kryengritja e Malësisë së Madhe është një ngjarje e rëndësishme historike me ndjenjë të thella dhe dashurie. Në vitin 1911 shënon arritje përmalësore dhe për drejtuesit politik dhe krejt e Malësisë, ngritja e flamurit shqiptar me 6 prilli 1911 në Deqiq. Ishte një ngjarje që frymëzonte shqiptarët dhe rriste ndjenjat e adetazisë. Lufta e malësore për disa muaj, mbështetur nga shqiptarët brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, ishte një përpjekje për të fituar të drejtat e popullit shqiptar. Betejat e përgjithshme, kryesuar nga Det Gjoluli dhe krerët e zonave të ndryshme bashkuan shqiptarët dhe ftuan intelektualët e kohës. Ismail Qemali, Luiq Gërakuqi, Nikol Ivana e intelektualë të tjerë shqiptar. Suksesi i patriotëve shqiptar në bashkëpunim me krerët organizativ që përgatitën memorandumin e Greqës më 23 qershor 1911 i përbërë prej 12 pikash dhe shpërndarën nëpër kancelari diplomatike, një kopje të cilës u dërguar në Stamboll, pasi porta e lartë u njoh me kërkesat e shqiptarëve pranonte pjesërisht dhe premtonte zbatimin e tyre. Me ndërmjetësimin dhe të Malit të Zi u arrit marrëveshja e Gushtit 1911, kryengritja e 1911-s ishte një ngjarje e rëndësishme historike me karakter gjithëpërfshirës për interesat të shqiptarëve, tha ndër të tjera studiuesi Dr. Paulin Marku. Kryetari i shoqatës Malësia e Madhe, zoti Senan Lulanaj, në fjalën e tij theksoi se kryengritja e Malësisë së Madhe ishte historike, kombëtare, patriotike dhe një ngjarje krajnore. Ajo i dha Malësisë së Shqipërisë histori të veçantë që kulmoi me pavarësinë e Shqipërisë. Festa e 30 vjetorit të shoqatës Malësia e Madhe është një festë për dashurinë dhe përkushtimin e patriotëve malësor ndaj vendlindjes dhe komunitetit shqiptar në Amerikë. Për 30 vite, shoqata Malësia e Madhe ka dhënë për studentët malësor mbi 1000 bursa, $2 milion falë bujarisë sofistike të malësorëve në Amerikë, tha zoti Lulane, me motivacion për përkushtim në shërbim të Zotit dhe popullit shqiptar, për forcimin e lidhjeve tona, me besimin, ruajtjen e vlerave tona kombëtare, u nderuan me mirënjohje Dom Pjetër Popaj, Imam Edin Gjoni. Në fjalën e tij, Dom Pjetër Popaj u shpreh se kjo festë është nderim për historinë kombëtare të popullit shqiptar të vuajtur. Me rastin e 114 vjetorit të kryengritjes së Malësisë dhe 30 vjetorit të shoqatës Malësia e Madhe në New York, u nderuan me mirënjohje zoti Gjek Gjon Lekaj, Lek Gjolaj, Gjon Detvukaj, Anton Detvukaj, me motivacion për kontributin dhe përkushtimin e tyre të çmuar në shërbim të vendlindjes së shoqatës Malësia e Madhe, po ashtu u nderua me mirënjohje kryetari i komunës së Tuzit, Lindon Gjelaj, me motivacion për bashkëpunim me realizimin e veprës historike të vendosjes përmendores Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Tuzë. U nderuan me mirënjohje kryetari i shoqatës Malësia e Madhe Michigan, Drek Gjolaj, kryetari i shoqatës Malësia e Madhe në Kaliforni, Sherif Kërniq, kryetari i shoqatës Jahuna e Malësisë, Agron Dedivanaj. Festa vazhdoi deri në orët e vona me argëtimin brillant të Lek Detvukaj dhe Gjustina Bojaj.